Përshëndetje, unë jam Elviri. Ky këtu është një projekt të cilin e kam realizuar në kuadër të bootcampit, ku kryesisht kam përdorur HTML, CSS, një CSS framework, Bootstrap dhe po ashtu kam përdorur edhe JavaScript, ku fokusi kryesor është në JavaScript. Domethënë ky projekt është një librari online ku qëllimi kryesor është me marrë libra hua për një kod caktuar të cilin regjistrohesh, krijon një user dhe me anë të qasjes së user ti sheh librat e tua të cilat i ke marrë. Domethënë këtu poshtë shfaqen 6 librat më të reja, ku njëri ke 3, nëse vazhdon me slajderin shfaqen edhe 3 të tjera. Nëse dëshiron me pa libra më shumë, domethënë të gjitha librat që janë në dispozicion, i ke këtu te search book apo te view more ku e preka. Këtu i kena të gjithë librat që janë në dispozicion, ku kem një pagination që navigon nëpër faqe tjera. Totalisht të qasshëm janë 21 libra. Në rast nëse klikoj në view details për me marrë informata për librin, këtu e kena një dritare që mujna me marrë librin, domethënë që librin nëse e marrëm, kena drejt me marrë vetëm 7 ditë. Në rast nëse e klikoj në checkout, tu na del një dritare që na thot ju jeni të marrë qitë libër edhe titullin e librit, klikojmë OK, dhe këtu na shfaqet një error, cili na thot ju duhet më konë login mos pari për me marrë këtë libër. Të pos parasysh që na s'kena boz dhona, po si bazë dhona e kena përdor local storage të browserit, më thonë storage-in lokal, ku tash në vazhdim do të tregoj se si ruhen dhona tu. Shkojmë edhe bëjmë login. Tu e ditna që veç s'kena asnjë account, shkojmë e krijojna një account. Ja lëna një emër, ja lëna një email, edhe një pasvart. Moment që klikojmë register, këtu na thot ju jeni regjistruar me sukses, a dëshironi më bë login, prekëm OK. Edhe këtu në local storage automatik na vjen çaj useri që e kriju. Vjen emaili, emri edhe pasvorti. Nëse shkojmë tash me u bë login me qit email dhe qit pasvort, këtu ka më na tregu që veç u banëm login, do më thonë për momentin login është që ky useri, ku këtu na shfaqet që na tregon se që ky user është login, ku kena qasje me bë logout nëse dojmë. Po ashtu na shfaqet edhe një shelf, si me thonë një raft i librave, që kena qasje me po cilat librat i kena marrë. Për momentin nuk kemi asnjë libër që na tregon këtu, nëse ina këtu te search book, ku kem më herët, edhe tentojna me bë një libër checkout, që portis na la se na tha duhet më bë login. E klikojmë checkout, na qet drejtoren se na kallzon cilën libër do na me marr. Edhe këtu na shfaqet një mesazh që thot që libra e keni ruajtur me sukses, shkoni edhe kthuni te shelf page. Në rast nëse shkojna te shelf page, këtu na del që librat të cilat kena marr. Në rast nëse tentojna për s'dyti me marrë të njëjtën libër, këtu kam na thonë që çika libër është marrë, edhe i kanë mbetur edhe 6 ditë tjera. Edhe këtu në local storage na u ka ruajt çaj libër që është marrë, do më thonë na ruhet ID-a librit, imazhi, data kthimit që kur ka mu kthy, titulli, edhe emaili se cili user do më thonë e ka marrë qëtë libër. Në rast nëse shkojna edhe e morëm një libër tjetër për shembull, bojna checkout, apetu ka më na u shfaq që ky libër është marrë dhe data e kthimit. Pezojna nëse data e kthimit i shkon sot është dash me kthy, pezojna që librin e parë, edhe shkojna ndërhyjna, ja japom sot është 10/29. Këtu ka më në ardhë si error që data e kthimit, do më thonë si lajmërim, data e kthimit është sot.
Nëse rast do të aktimi do konë për zonave 27-in, para 2 dite, këtu ka më na orë si error që na e kena vonu qëtë liber. Edhe nëse në rast shkojna, tentojna me morë në një liber, edhe kena libra pa këthyje, për zonë duna me morë qëtë liber, këtu na vjen si error që thot ju keni liber që s'keni këthy, shkoni edhe ktheni. Do të thonë nëse dojna me kthy veç e klikojna këtë kontinuerin e koq e cili e kthen librin dhe tash kena drejt veç se me marr libra tjerë që mo s'kem libra që i kem vonu. Për zona do na marr qit libër e bojna checkout dhe na shfaqet këtu. Nëse dojna tash me kriju një user tjetër, përsëri do më thonë e japëm një emër që pëllo Elvir 2, e japëm një email tjetër, një password të njëjtë pjadhosa për demonstrim, edhe shkojmë edhe bëjmë login. Do më thonë nëse e këshyrëm këtu të userat, në ka shtu një user i ri, Elvir 2 me email tjetër, password një humlon të njëjtë, sa për demonstrim. Shkojmë edhe hapëm tash që Elvirin, edhe shohim se kë nuk ka qasje me i pa librat atina userit tjetër. Do më thonë kë ka qasje vetëm të librat e veta, edhe nëse rasta useri tjetër ka libra që s'ka kthy, ky prap mundet me vazhdu me marr libra për vete. Dhe nëse bëmi logat, këtu na fshihet useri që është i bën logat. Dhe gjithë kjo është projekti cilin e kam realizuar. Faleminderit shumë.